Një sasi eksplozivi ka shpërthyer mëngjesin duke u gdhirë diel në derë në një lokali në Berat. Gjëra ka ndodhur në orën 4 të mëngjesit në biznesin e Salih Fetiut, babai të Aslan Fetiut, administratori një prej bizneseve të Klodian Allajbeut të Spitalit Amerikan. Mësohet se nga shpërthimi janë shënuar vetëm dëme materiale, ndërsa policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë së zonës për të gjetur gjurmët e autorëve. Gjëra dyshohet se është në paralajmërim për djalin e pronarit dhe kjo është një nga pista që po hetohet nga Blut e Beratit. Lokali i qëndron i mbyllur prej 2 vitesh, ndërsa në xhamat e tij shihet tabela jepet me qera. Aslan Fetiu nuk është një emër i panjohur për drejtësinë. Ai është në kërkim nga policia që në mars të këtij viti, pasi qelloi me thik në bark një të moshuar në ambientet e një lokali në lagjen Çlepias. 37 vjeçari hyri në lokal duke kërkuar me emër një person me të cilin dyshohet se ka konflikte të vjetra, dhe pasi i thanë se nuk ndodhej atje, nisi të shaj klientët dhe të ngrojë zërin në personelit të lokalit. I moshuari gjithashtu klienti rastësishëm në lokal, ndërhyri për të shuar situatën, por autori ju përgjigj duke goditur me thik. Gjatë ditës së sotme, policia ka shoqëruar dhe ka marrë në pyetje dhe familjarët të moshuarit, që u plagos për ata kanë mohuar të kenë qenë përfshirë në ngjarje. Aslan Fetiu është administratori një prej bizneseve të Klodian Allajbeut të Spitalit Amerikan. Nga kërkimet në qendër kombëtare të biznesit rezulton se 37 vjeçari Aslan Fetiu, me origjinë nga Berati, është administratori i Ana Market, aksionet e së cilës zotërohen nga kompania e sipërmarrësit Klodian Allajbeu, EKMA ose tregu agro-ushqimor në Tiranë. Ndërkohë Ana Market zotëronte 85% të kapitalit tek një tjetër biznes i Allajbeut, Ecos Resort në Mullet. Sipas raportimeve në disa media, administratori Aslan Fetiu është dhe shoferi i Allajbeut.